Një vrasje e dyfisht ka ndodhur ditën e njëjtë në fshatin Golluboc të Malishevës, ku të vrarë mbetën 2 vëllezër. I dyshuari për këtë ngjarje është ndri viktimave. Autori fillimisht kishte ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa sot policia ka arritur të arrestojë atë. Dhunë e vazhdueshme, kërcënime ndaj familjarëve të saj. Kështu e mbante nën presion autori i vrasjes së dyfisht në Malishev bashkëshorten e tij. Në prill të këtij viti ndaj Astrit Isufit ka patur akuzë për dhunë në familje dhe kanosje, shkruajnë mediat në Prishtinë, të cilat kanë zbuluar detaje të mëtejshme rreth ngjarjes tronditëse. Sipas tyre, ndaj Isufit ekzistonte edhe një vendim i gjykatës themelore të Prishtinës që dënonte për rrajën dhe kërcënimin e të shoqes. Ai u arrestua mëngjesin e sotëm dhe autoritetet njoftuan se do të paraqesin kërkesë për saktimin e masës së paraburgimit. I dyshuari ka qenë i plagosur nga armë zjarri. Dyshimet janë se lëndimi i tij ka ardhur gjatë përleshjes me 2 kunetrit, të cilëve më pas u mori jetën. Sherri që përfundoi në tragjedi duket ka nisur pas një konfrontimi verbal që ai ka patur me viktimat e tij. Isufi kishte shkuar të merrte gruan e cila ishte për ngushëllime në shtëpinë e vëllezërve. Pas vdekjes së babait të saj, mësohet se i arrestuari kishte të kaluar kriminale.